simptom shumë e neveritshme është bullizmi ndaj njerëzve në Facebook, në Instagram. Dhe kam parë me shumë keqardhje se si një këngëtar, si Ylli Limani, një këngëtar i dashur për një mas njerëzish, nuk është këngëtari im i preferuar, unë i përkas një brezi tjetër dhe jetoj me të tjera dëshira që lidhen me muzikën, por është një këngëtar shumë i respektuar, shumë i preferuar, që ka bërë një koncert të jashtëzakonshëm në Tiranë. E kanë masakruar me sharje, me presione, me kërcënime për të anulluar koncertin. Dhe për të mos ju dhënë njerëzve kënaqësinë që të kenë një moment të bukur muzike, sepse njerëzit do të fokusohen tek protesta. Dhe kjo po ndodh me shumë njerëz, edhe me ata që kanë një opinion tjetër thjesht dhe shkruajnë postim dhe marrin të shara dhe marrin kërcënime, të cilat flasin për atë që unë kam thënë që është ditën e parë. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka dhe një komponent fashiste. Fashiste, një frym fashiste. Dhe fryma fashiste nuk ka nevojë për uniforma dhe për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është e shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur. Siç ishte Gjermania e gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë, që u bën një problem për Greqinë. E të tjera. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të çohen nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, të tjerët nuk duhet të marrin të mirat materiale nga puna e tyre, sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe patjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme e protestës.